Banka Popullore njofton se nga 1 marsi do të hyjë në fuqi detyrimi për bankat për të kryer kontrolle shtesë sigurie për klientët kur kryejnë pagesa online me karta pagese. Bankat duhet të sigurojnë mbrojtje për fondet e qytetarëve dhe kompanive përmes autentifikimit të përmirësuar të klientit kur kryejnë pagesa pa prani fizike. Banka Popullore informoi se kontrollet e sigurisë shtohen pasi numri i qytetarëve dhe kompanive që blejnë produkte online me pagesë online është rritur dhe në të njëjtën kohë janë shtuar edhe sulmet digjitale. Autentifikimi i përmirësuar i lejon klientit të një banke specifike kur paguan në internet, përveç futjes së të dhënave të kartës, të jap konfirmim shtesë të transaksionit përmes aplikacionit zyrtar të bankës, i cili është instaluar në telefon celular dhe i lejon atij të monitorojë në mënyrë të sigurt llogaritë e tij dhe të miratojë pagesat. Në vend të konfirmimit me kod SMS, klienti do të marrë njoftim në aplikacionin e bankës mobile dhe do të duhet të miratojë transaksionin. Konfirmimi bëhet me PIN, gjurmë gishti ose njohje fytyre. Pa këtë hap, pagesa nuk mund të kryhet, edhe nëse dikush i ka të dhënat e kartës. Banka Popullore informon se me zbatimin e këtij mekanizmi në pagesat online, që nga 1 marsi 2026 përfundon procesi i harmonizimit me rregullat dhe standardet e zbatuara në Bashkimin Evropian për pagesat e sigurta online.